Të lutem ndalo sepse dua t'i lutem Perëndis për ty për pak sekonda. Zoti gjithë pushtetshëm dhe i plot fuqishëm, personi i cili ka ndaluar, qoftë në mburojën tënde, dhe të falenderoj o Perëndi që ti ke zgjatur krahët e tu dhe e ke marrë të person tashmë, dhe në krahët e tu, ky person Perëndi do gjej në dorën tënde çdo nevojë që ai ka. O Krishti dashur, unë lutem për këtë person, lutem për familjarët e tij, Zot i gjithë pushtetshëm, lutem që ti t'jesh shtëpia e tyre, dhe unë besoj Perëndi që kur ky person, familjarët e tij do jenë shtëpia, ti do jesh shtëpia e tyre. Unë besoj se nuk do të ketë asnjë lloj fuqi errësire. Djalli nuk ka pushtet sepse ti Zot je drita, dhe pushteti i errësirës bashkë me djallin nuk mund t'i afrohen dritës. Zot, e bekoj në emrin tënd të shenjtë, në emrin Jezus lutem dhe kërkoj Perëndi që në çdo lloj situate që ky person të jetë në krahët e tu, Zot i dashur, të ndjej lirinë nga kjo botë. Në emrin Jezus lutem. Amen, amen, amen. Zotit bekof fuqishëm.